Anomali të ndryshme të bebeve, matje precize të zhvillimit të fetusit, diagnostikim të miomave, tumoreve dhe patologjive të ndryshme ginekologjike, tashmë do të mund të zbulohen me saktësi të lartë në Spitalin e Gostivarit, pas vënies në përdorim të një ekoaparati të ri dhe të sofistikuar ginekologjik. Lajmin e ka bërë të ditur shefi i repartit të ginekologjisë dhe obstetrikës në Spitalin e Gostivarit, doktora Gimi Jakupi, i cili thekson se me këtë aparat tashmë do të mundsohet diagnostikim i saktë i shumë sëmundjeve që deri më tani kanë qenë të vështira për t'u zbuluar. Aparati vjen në formë të donacionit dhe nga sot është vënë në shërbim të pacienteve të Gostivarit. Janë 3 firma nga qyteti i Shkupit, të cilët donojnë një aparat i cili deri më tash e kanë shumë pak klinika në Republikën e Maqedonisë, që do të thotë se është aparat shumë i sofistikuar, është quajtur 5D, përndryshe gjithë aparatet japin rezolucion në 3D, mirë po çka është për të theksuar tek ky aparat, Gullason, i cili imagjinon, domethënë, strukturat e ndryshme në 5D, bën mundësi për të diagnostifikuar sendet të cilat deri më sot i kemi pasur problematik me aparatet e vjetër. Është dikundi ne për dallim nga aparati që kishim, kjo është dikundi 3-4 gjenerata më i ri, edhe është në funksion jashtëzakonisht, është aparat i ri. Gjë që neve na kënaq është se me këtë lloj aparati tash do të mundemi të diagnostikojmë shumë lloj sëmundjesh të cilat deri më tash kemi pasur problematik të diagnostifikojmë me aparatet më të vjetra. Qofshin ato anomali të bebeve, qofshin ato në matjet precize të parametrave të bebeve, qofshin ato në pjesën e ginekologjisë, mioma, tumoret në vezore, domethënë do të kemi shumë më lehtë për shkak se ka një rezolucion i cili tregon në 4D, 5D, domethënë edhe është sikur me pasur një fotografi të bëmën natyrë diçka, në atë lloj. Ai shton se me vënien në funksion të këtij aparati, një pjesë e madhe e pacienteve që deri më tani janë detyruar të kryejnë ekzaminime në Shkup ose në klinika private, tashmë do të mund t'i marrin këto shërbime edhe në Spitalin e Gostivarit. Screeninget i kanë kryer në qytetin e Shkupit, në klinik edhe në klinikat private si Sistina apo tjera klinika, ku ka njerëz të përgatitur për kësi lloj aparatesh edhe për screeninget në Republikë. Tash neve do duhet patjetër secili nga mjekët tanë, sparti të kalojë një ushtrim edhe me teknologët që njohin mirë aparatin, edhe ashtu ne kena nisur veç vinë nga Shkupi, vinë njëri nga donatorët i cili na ka udhëzuar se si duhet punohet për momentin. Ne i kryjmë ato funksione që i kemi kryer deri tash, me për shku më përpara dhe duhet edhe pak trajnime në klinikën e Shkupit apo në dikun tjetër. Për shfrytëzim maksimal të kapaciteteve që ofron ky aparat modern, stafi mjekësor i repartit të ginekologjisë do t'i nënshtrohet trajnimeve të specializuara me qëllim rritjen e aftësive profesionale dhe garantimin e një diagnostikimi sa më të saktë. Këto trajnime do të kontribuojnë drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, duke siguruar standarde më të larta dhe kujdes për pacientët e Spitalit të Gostivarit.